Punimet për realizimin e barierave mbrojtëse në rrugën transballkanike, të cilat kanë funksionin e moslejimit të qytetarëve për të kaluar në çdo vend ku të mundin nga njëra anë e rrugës në tjetrën, prej disa muajsh po vazhdojnë me ritmet e breshkës. Faktikisht, ky është një projekt me afat shumë të shkurtër kohor, për rreth 2 muaj për realizimin e tij, por afat ky i cili jo vetëm nuk është respektuar, por po shkon si periudhë kohore drejt dyfishimit të tij. Deri në muajin prill, sipas afateve, duhet të kishte përfunduar vendosja e barierave anësore, jo vetëm në transballkanike, por edhe në rrugën Ali Demi. Afat ky që jo vetëm ka kaluar, por pavarësisht mos përmbushjes së tij, puna po vazhdon ende në transballkanike, ku ka mbetur ende loti i fundit pa u vendosur këto bariera. Vlen këtu të theksojmë faktin që për rreth 3 muaj prej fillimit të muajit shkurt, firma nuk ja ka dalë të vendosi dot barierat në 3 kilometër rrugë, vetëm në njërën anë në transballkanike. Shkak i vonesave është bërë edhe serioziteti në punime i firmës në fjalë, e cila realizon këtë projekt. Seriozitet ky i cili duket më së miri kur i afrohesh ish parkut të tregtisë, ku është vendosur momentalisht fokusi i punës së kësaj firme. Në parkun e tregtisë, jo në krahun që po vendosen sot barierat në anën e djathtë, por në krahun tjetër të rrugës Majtas, gjenden në fillim të segmentit rrugor në trafik ndarse, 10 gropa të hapura aty, të mbuluara tashmë me dhe. Kjo për shkak se barierat anësore janë vendosur përgjatë gjithë segmentit rrugor në të njëjtin krah, kur lëviz nga hyrja e qytetit në drejtim të ish parkut të tregtisë në krahun e djathtë për ta saktësuar. Por ajo se çfarë ka ndodhur është se te ish parku i tregtisë, firma ka ndërruar drejtim duke i vendosur barierat në krahun e majtë të trafik ndarses. Më pas, ajo i ka hequr sërish prej andej, thuajse 300 metra bariera që ishin vendosur dhe ka nisur nga e para për t'i vendosur në anën që duhen në krahun ku i kishte vendosur përgjatë 3 loteve të para të punimeve. Një situatë kjo e cila është sa për të qarë, por edhe për të qeshur, por mbi të gjitha, simbolike e seriozitetit të firmave realizuese të projekteve në Vlorë.